Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Tani do të marrim disa nga mesazhet e dashurisë së orakullit. Për dy të dashuruar, çfarë thot orakulli për ditën e sotme? Lundroni të dy sot në këtë liqen paqësor, merrni këtë varg dhe të dy të dashuruar lundroni në këtë liqen, në rrezet e diellit. Keni një lidhje të fortë me njëri tjetrin. Këtë aur që është e mbushur plot me muzikë dhe me zemrat tuaja në këtë ishull të mrekullueshëm. Jeni dashurikët për universin. Ju ndriçoheni nga yjet, nga hëna, nga dielli. Maturoheni. Çdo ditë ju maturoheni për të bërë një person më i mirë. Shikoni veten tuaj në të liqeni pasqyrë të këtij pylli të mrekullueshëm. Jeni pemë e jetës. Një person i zgjuar, i titur, që ndriçoheni gjithmonë nga hëna. Ju keni gjetur shpirtin tuaj binjak. Pra, shumë shpejt, ju keni gjetur shpirtin tuaj binjak në jetën tuaj. Disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës, të dashur miqtë e mi. Dielli. Dashuria është kur dy bijej ndriçojnë njëri tjetrin. Dhe kur qielli është me re, dashuria jote është dielli i brendshëm i shpirtit tim. Në çdo rrezë të diellit ndjej një përqafim nga dashuria jote. Hëna. Ti je drita që më ndjek si hëna pas rreve. Hëna ka nevojë të flas. Ajo e ndjen dashurinë tonë në heshtje. Dashuria jonë është një poem që hëna e lexon natën rreze pas rrezeve. Dhe yjet. Në zemrën time ka dritë që se kanë as yjet. Yjet më mësojnë durimin për të dashuruar pafund në infinit. Jemi bërë nga i njëjti pluhur yjesh. Kjo është arsyeja pse të ndjej kaq pranë dhe kur jemi larg. Pra këto ishin disa nga mesazhet e yjeve, të hënës, të diellit dhe të orakullit të dashurisë.